ne përdori shpesh një shpethëm të nafta s'bohat asë një sem pa qëllim edhe gratis. Do më falë qka të nafta, në fush naftës nuk bohat falë. Edhe Shqipërit nëse logarit janë 29.000 metra katror, do më thonë, në krasim me Kosovën i 10.000 metra katror, është do është 3 fishi. Edhe nëse s'pagu në Kosovë matën rrugë me kilometra, 80 kilometra, 100 kilometra, në Shqipëni e ki një orë, ose një orë e gjysë, jo kilometra. Numri makinave është ma tepër, do realisht është do është këtë shpaku 3 herë, ma shumë se sa Kosovë si shpenzohet. Ta është ku qelë puna dhe marë që të oceane, është puna ta është në Shqipëri ka taksa ma tepër, do në dikun rrëth 1.20 janë taksat që kalkulohen në Republikën e Shqipërisë, të aksiza për dizel, taksa akullimi, taksa karboni, skanimi, taksa licencimit, edhe të vësha 20%. Do në 1.20 të na deri so aksiza është 0.36 cent edhe 18% është të vëshaja. Duk shumë është ma lirë se sa në Republikën e Shqipërisë. E dyta, se ku e fillum në fillim, ta është një problem, këtë si përgjes kryesor është ministria, dhe më ministria dhe dogona e përgjes a i përket kësaj, edhe hyrjes edhe mos kontrolës. Ta është ligjet kër janë përpilu në fillim, ka qenë një zyre në përse cëllë ministri për integrime evropiane, zyreja, ku i ka kontrolu ligjet edhe uzimet administrative. Komplet janë hartu ligjet, janë përpilu konform kërkesa të bashkimit evropian, direktiva dhe praktikave evropiane. Ta shka ka ndodhë këtë, në vitin 2020, është, më heret kemë qenë trupat inspektuse edhe laborator testus, që kanë pas akreditim, kanë qenë të autorizume dhe kanë kry kontrol. Po fatmirësisht të s'ka ndodhë, jo pëse s'ka ndodhë, po ta është sistemi pëse është kryu edhe në bashkim evropian edhe të nashë, se na si biznis privat ne embrojmë interesin tonë, embrojmë biznisin. Nëse ty të kishë në zonë, me një vepër t'il, na ishë më arrestu dhe ishë bo skandal. Këtu në zinën edhe asë një zyrtari dërgonës nuk shumë përgjësi, kjo heshtët, kalon heshtje. Pra, që tu ka përgjësi dhe zyrtari të dërgonës? Jo, Ermal tash kjo është ka ndodhë para një viti. Janë qonë kamionat, kanë edhe ditë në terminal, në Prishtinë edhe mas dhe ditë e në liru kamionat, që është lapsus. Realisht është do është dërgona, mja revoku licencën, importit. Kompanisë që e ka importu? Që e ka importu, edhe do është Ministria Tregtisë me a revoku licencët. Ata kanë operu lirshëm. Pra, unë i pash do kompani që kënë mesin e kompanive që jënë konë duke u hetu në raport me importimin e naftës, për që kanë si luj. Tash, a do të atje me ble uja naftë? Dyja të plemshme. Jo është problem se tash ka fillu volë, është para 2 vite, një vetë i gjysë ka fillu Shqipëria, Republika e Shqipërisë me kontrolu eksportin e Kosovës. Ka post trupa, ku jenë dojnë kanë marë analizat dhe jenë vendosë kamionat në për peshore, kamionat e maunat e Kosovës. Por nuk ka pas reagim mas për i dërgonës as nga ministria, do me anullu ose me pasi me bisedu, ku është problemi.